Për momentin luftimet midis Izraelit dhe Iranit duket se janë të kufizuara vetëm brenda dy kombeve, por çfarë ndodh nëse thirrjet për qetësim të situatës bien në vesh të shurdhër, po sikur luftimet të përshkallëzohen dhe të zgjerohen, ja disa nga skenarët e mundshëm në rastet më të këqija. Amerika përfshihet në luftë, pavarësisht të gjitha mohimeve të SBA-s, Irani beson qartë se forcat amerikane i kanë mbështetur edhe të paktën në heshtje sulmet e Izraelit. Irani mund të godasë objektiva amerikane në të gjithë lindjen e mesme, siç janë kampet e forcave speciale në Irak, bazat ushtarake në Gjirin Persik dhe misionet diplomatike në rajon. Forcat përfaqësuese të Iranit, Hamasi dhe Hezbollahu mund të jenë shumë të paksuara, por milicit mbështetëse të tij në Irak mbeten të armatosura dhe të paprekura. SBA-t kishin frikë se sulmet të tilla ishin një mundësi dhe të roqen një pjesë të personelit. Në mesazhet e tyre publike, SBA-t e kanë paralajmëruar Iranin me vendosmëri për pasojat e çdo sulmi ndaj objektivave amerikane. Çfarë mund të ndodhte nëse një qytetar amerikan do të vritej, le të themi, në Tel Aviv apo diku tjetër? Donald Trump mund të detyrohet që të veprojë. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu është akuzuar prej kohësh se dëshiron t'i përfshijë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në ndihmën e tij për të mposhtur Iranin. Analistët ushtarak thonë se vetëm SBA-t kanë bombarduesit dhe bombat që shkatërrojnë bunkerët, të cilët mund të deportojnë në thellësitë e objekteve bërthamore iraniane, veçanërisht në atë të Fordout. Trump u premtoi zgjedhësve të tij të magas se nuk do të fillonte asnjë dashje të quajtur luftë të përjetshme në lindjen e mesme, por po aq shumë republikanë mbështesin si qeverinë e Izraelit, ashtu edhe pikpamjen e saj se tani është koha për të kërkuar ndryshimin e regjimit në Teheran. Por nëse Amerika do të bëjë një luftëtare aktive, kjo do të përfaqësonte një përshkallëzim të madh me një periudhë të gjatë dhe me pasoja potencialisht shkatërruese. Vendet e Gjirit përfshihen në konflikt. Nëse Irani nuk arrin të dëmtojë ushtrinë dhe objektivat e tjera të mbrojtura mirë të Izraelit, atëherë ai gjithmonë mund të drejtojë raketat e tij drejt objektivave më të buta në Gjirin Persik, veçanërisht vendeve që Irani beson se i kanë ndihmuar dhe i kanë mbështetur armiqtë e tij gjatë viteve. Ka shumë objektiva energjie dhe infrastrukture në rajon. Kujtoni që Irani u akuzua për sulmin ndaj fushave të naftës të Arabi Saudite në vitin 2019 dhe përfaqësuesit e tij Houthi goditën objektiva në Emiratet e Bashkuara Arabe në vitin 2022, që atëherë ka pasur një lloj pajtimi midis Iranit dhe disa vendeve në rajon, por këto vende kanë baza ajrore amerikane, disa gjithashtu në mënyrë diskrete ndihmuan në mbrojtjen e Izraelit nga sulmi raketor iranian vitin e kaluar. Nëse Gjiri do të sulmojë, atëherë edhe ai mund të kërkonte që avionët luftarak amerikan të vinin në mbrojtje të tij, njësoj si ata të Izraelit. Opsioni i tretë është që Izraeli dështon në shkatërimin e kapacitetit bërthamor të Iranit, po sikur sulmi i Izraelit të dështoj, po sikur objektet bërthamore të Iranit të jenë shumë të thella, shumë të mbrojtura mirë, po sikur 400 kg uranium i pasuruar, 60%, karburanti bërthamor që është vetëm një hap i vogël larg të qenit plotësisht i përshtatshëm për të krijuar armë, i mjaftueshëm për rreth 10 bomba të mos shkatërrohet. Mendohet se mund të jetë fshehur thellë në miniera sekrete. Izraeli mund të ketë vrarë disa shkencëtar bërthamor, por asnjë bombë nuk mund ta shkatërrojë njohuritë dhe ekspertizën që ka Irani. Po sikur sulmi i Izraelit të bindu udhëheqjen e Iranit se e vetmja mënyrë për të penguar sulme të mëtejshme është të garojë për kapacitet bërthamor sa më shpejt jetë e mundur, po sikur ata udhëheqës të rinj ushtarak rreth tryezës të jenë më kokfort dhe më pak të kujdesshëm se paraardhësit e tyre të vdekur. Të paktën kjo mund ta detyrojë Izraelin që të ndërmarrë sulme të mëtejshme, duke e lidhur potencialisht të rajonin me një raund të vazhdueshëm sulmesh dhe kundër sulmesh. Izraelitët kanë një frazë brutale për këtë strategji, ata e quajnë kositja e barit. Opsioni i katërt është tronditja ekonomike globale. Çmimi i naftës tashmë është rritur ndjeshëm, po sikur Irani të përpiqej të mbyllte ngushtinësen e Hormuzit, duke kufizuar më tej lëvizjen e naftës. Shumë vende anë mban botës po vuajnë tashmë nga një krize kosto së jetesës. Një çmim në rritje i naftës do të shtonte inflacionin në një sistem ekonomik global që tashmë po shkatërrohet nën peshën e luftës së tarifave të Trumpit. Vetëm mos harrojmë, i vetmi njeri që përfiton nga rritja e çmimeve të naftës është presidenti Putin i Rusisë, i cili papritmas do të shite miliarda dollar që të derdheshin në arkën e Kremlinit për të paguar luftën e tij kundër Ukrainës. Opsioni i pestë është se regjimi i Iranit bie duke lënë një boshllëk. Po sikur Izraeli të arrijë qëllimin e tij afatgjat për ta detyruar rrëzimin e regjimit revolucionar islamik në Iran, Netanyahu pretendon se qëllimi i tij kryesor është që të shkatërrojë aftësinë bërthamore të Iranit, por ai e bëri të qartë në deklaratën e tij të dieshme se qëllimi i tij më i gjerë përfshin ndryshimin e regjimit. Ai tha popullit krenar të Iranit se sulmi i tij po japte rrugën
për të arritur lirinë e tyre nga ajo që ai e quajti regjimi i tyre i ligë dhe shtypës. Ai e bëri të qartë në deklaratën e tij të djeshme se qëllimi i tij më i gjerë përfshin ndryshimin e regjimit në Teheran. Frymëzimi i qeverisë së Iranit mund të pëlqejë disave në rajon, veçanërisht disa izraelitëve.